Tronditse, ra nga kati 11 i pallatit, vdes në mënyrë tragjike futbollisti i njohur. Sulmuesi gabonez Aron Boupendza ka ndëruar jetë në mënyrë tragjike në moshën 28 vjeçare pasi u rrëzua nga balkoni i banesës së tij në katin e 11 në Kinë. Ngjarja ka ndodhur ndërsa lojtari ishte pjesë e klubit kinez Zhejiang, me të cilin kishte firmosur në fillim të këtij viti. Lajmi i vdekjes u konfirmua nga ish klubi i tij në SBA, FC Cincinnati, të cilët publikuan një deklaratë ngushëllimi duke e quajtur Boupenzën një antar të dashur të familjes. Zemrat tona janë me familjen, miqtë dhe shokët e tij. U presh në paqe, Aron, thuhet në deklaratën e klubit amerikan. Boupendza, i cili nisi karrierën me CF Mounana në Gabon përpara se të transferohej te Bordeaux në Francë, ishte një futbollist me përvojë ndërkombëtare. Ai luajti në liga të ndryshme për klube si në Turqi, Katar, Arabi Saudite, SBA dhe Rumani përpara se të transferohej në Kinë. Në total, ai shënoi 96 gola në 218 paraqitje në karrierë dhe përfaqësoi kombëtaren e Gabonit në 35 ndeshje, duke realizuar 8 gola, përfshirë pjesëmarrje në Kupën e Kombeve të Afrikës. Por jeta e tij jashtë fushës nuk ishte pa polemika. Vitin e kaluar, ai u përball me një hetim në Gabon për përfshirje në një video seksuale të publikuar pa lejen e tij, e cila mund t'i kishte sjellë deri në 5 vite burg. Boupendza pretendoi se ishte viktimë e një komploti pasi telefoni i tij u vodh në nëntor të 2023-shit. Karriera e Boupenzës u ndikua ndjeshëm nga probleme personale. Gjatë qëndrimit në SBA, ai i theu nofullën gjatë një sherri jashtë një lokali në Cincinnati, ku raportua se ishte goditur nga një boksier profesionist. Kjo e mbajti jashtë fushave për gati 2 muaj. Pas kësaj, ai humbi disa javë stërvitje dhe FC Cincinnati ndërpreu kontratën me të në gusht të vitit të kaluar, duke e larguar në mënyrë të papritur nga klubi.